Na pret korrespondent janë nga Tepelena, po na pret në linje, përshëndesim. Angela, përshëndetje, më dëgjon? Ju përshëndes edhe unë, sigurisht ju dëgjoj shumë mirë, Viola. Në këtë datë të sotme, sepse jemi futur zyrtarisht në datën në 10 nga Tepelena, me sa duke do të vijojë të qeveriset nga Partia Socialiste, pasi deri në këto momente që ne po flasim, kandidati i Partisë Socialiste, Gramos Sako, kryeson me 970 vota, krahasimisht me kandidatin tjetër, Gabriel Guma, i cili ka marrë vetëm 147 vota. Janë numëruar gjithsej në total 7 qendra votimi nga 21 të tilla, ndërkohë që procesi po vijon normalisht dhe duket se do të vijojë me ritme të kënaqshme, të paktën edhe për 2 orë të tjera, me aq sa kam komunikuar edhe me numëruesit në KZAZ-n 80, pra nuk do të kemi ndërprerje të punës në këto momente, ndoshta pas orës 2 të mesnatës do të kemi një shkëputje dhe herët në mëngjes do të fillojë sërish procesi për të pasur rezultatin sigurisht në orët e para të mëngjesit edhe për bashkinë e Tepelenës. Është një proces që po vijon normalisht dhe pas një problematik dhe me ritme të kënaqshme për të arritur në rezultatin final. Angela, unë të falenderoj, e di që ka qenë një ditë e lodhshme dhe ngarkuar. Besoj se do të ritakohemi përsëri së bashku dhe me publikun për të gjitha bashkit, të paktën për 5 bashkit ku është bërë votimi i pjesshëm me emrat e fituesve, të cilët do të marrin në dorëzim bashkitë përkatëse të qyteteve në të cilat ka pasur votimin e pjesshëm, për të gëzuar më tej edhe fitoren e tyre. Faleminderit. Shikues, bashkë përshëndetemi sërish në të tjera kontakte.